Të dashur qytetarë të Mitrovicës, urime urën e re. Pas asaj urës për automjete e cila e ka lehtësuar qarkullimin, tash e kemi edhe një urë tjetër të bukur për këmbësor, një hap më shumë drejt lëvizjes lirë, afërsisë dhe bashkëjetesës se asnjëherë më parë. Po bro, ne që vendosim vetë, vendosim ura. Ura bashkëpunimit me të tjerët, ndërkaq ata të tjerët për të cilën vendosin të tjerët, nuk arrinin as t'i kalonin urat që ekzistojnë se lërë më të vendosin tjera. E me gjithatë, këto ura, të cilët po i vendosim bashkë, për të qenë gjithmonë bashkë, nuk janë vetëm ura fizike, por janë edhe ura për siguri dhe për begati. Begati sepse lehtësohet qarkullimi i mollrave, krijohen kushte për zhvillim ekonomik e për punësim gjithnjë më të madh, dhe siguri sepse lëvizim lirshëm në të dy anët, në të dy brigjet e lumit bukur Ibër, për vizita, për punë, për jetesë normale të përditshme e të dinjitetshme. Sysoj me siguri e me begati, për begati e për siguri, urat nuk janë vetëm beton e hekur. Urat janë edhe lidhje midis njerëzve, janë rrugë të besimit e të vetbesimit dhe janë themele të një të ardhme më të ndritshme e më të përparuar. Ne e shohim integrimin pra përmes urave, përmes bashkëpunimit, përmes zhvillimit dhe përmes sigurisë. E shohim lirinë e lëvizjes e qarkullimit, në ekonominë që rritet dhe në mirëbesimin që ngritet midis qytetarëve. Por, të dashur qytetarë, ju e dini mirë porsion se integrimi kur nuk ndërtohet nëpërmjet kontrabandës, akrimit, nëpërmjet dinarit, targave apo postës sërbisë. Ato nuk janë ura, por pengesa, nuk janë zgjidhje, por probleme. E të dashur Mitrovicas, Mitrovica nuk është problemi i Kosovës, por ish qeverit kanë qenë problemi i Mitrovicës, e tash ju e keni qeverin ton, qeverin tuaj, që e bën Mitrovicën zgjidhje për Republikën e Kosovës. Andaj të gjithë bashkë punojmë për Mitrovicën në të dy anët e Ibrit, se janë dy komuna, po s'janë dy qytete. Është i njëjti qytet, me siguri e plot begati, kjo është Mitrovica që duam, kjo është Kosova që po e ndërtojmë bashkë. Sigurin po e shtrim në çdo cep të territorit tonë, me rend, me ligj, me sovranitet, me integritet territorial, me kushtetutshmëri. Dhe jemi krenar që e kemi bërë këtë bashkë, e unë ju falenderoj të gjithë juve secilin për mbështetjen dhe për durimin. E që të jemi të fortë si shtet, që brezave të ardhshëm, po edhe brezit tonë, të mos i ndodh asnjëherë asgjë e ngjajshme, sikurse gjeneratave të mëhershme, por edhe kësaj tonës, ne do ta forcojmë ushtrin e Kosovës në krye me
komandantin General Lejtnant Bashkim Jasharin. E në mandatin që na pret, për këtë ushtri do të ndojmë së paku 1 miliard euro, do të kemi fabrikën e municionit dhe fabrikën për prodhimin e dronave Made in Kosova. E në kuadër të forcimit të ushtrisë sonë përbashkët, do të fillojmë edhe programin e rezervës vullnetare për mbrojtje gjithëpërfshirëse. Por siguria nuk është vetëm mbrojtje, siguria është edhe energji. Andaj krahas investimeve që po i bëjmë në energjinë e ripërtrishme, me 1300 megawatt në bazë të strategjisë sonë deri në vitin 2031, gjysma prodhim nga burimet me erë e gjysma nga ato me diell. Gjithashtu do të ndërtojmë edhe kapacitetet të reja energjetike, duke shfrytzuar resurset burimet tona të çmyrit lignitit me teknologjinë moderne që ndotin më pak, siç është gazifikimi. Por siguria nuk është vetëm energji dhe mbrojtje. Siguria është edhe ujë, andaj do të investojmë 400 milion euro për 5 diga të reja. Diga e Kuqicës në Skënderaj, diga e Desivojcës në Kamenic, e Firajës në Shtërps, e Dragaçinës në Suarek dhe po ashtu e Pollatës, në mënyrë që burimet e ujit të akumulohen në liçene artificiale, të mund prodhojmë edhe energji prej tyre, po përasgjithash e mbi të gjitha të kemi ujë të bollshëm për ambistrin, për industrin edhe për bujqësin. Po, sigurina nuk e dëshirojmë për hir të vetvetes, sigurinë e dëshirojmë për begati. E çka është begatia? Begatia është mirëqenie, është ekonomia që rritet dhe e mira që shpërndohet. Jo rritjen ekonomike ta mbajmë për shtet, por ta rishpërndojmë në shoqëri. 7 miliard e kena gjetë ekonominë e Kosovës në vitin 2021 dhe si vjet ajo bëhet 11 miliard. Nga 7 miliard në 11 miliard. E në vitin e ardhshëm, që kjo ekonomi, që si vjet është 11 miliard, bëhet 12 miliard. Kjo i bie që për çdo vit ekonomisë ja kena shtu ka 1 miliard. Prej 2021-shit dhe në 2025-ën e plus 1 miliard tjetër, 12 miliard në vitin 2026. Ekonomia, të dashur qytetar, vjen prej një fjale të lashtë greke, o ekonomia që i vjen punë të shtëpisë. Pra, ekonomia është punë të shtëpisë. Qaq sa e ki shtëpinë të pasur, qaq e ka ekonominë shteti. E ekonominë që e kemi gjetë 7 miliard, e vitin e ardhshëm bëhet 12 miliard, i bjen sikur për 5 vjet një shtëpie një rrit pasunia 70%. Se ashtu qysh ndërtesa ku banon një familje është shtëpia e antarëve të familjes, njësoj shteti është shtëpia e popullit. Prej 7 miliard, 12 miliard, 70% për 5 vjet. E kjo rritje ekonomike është kthyer në rritje të pagave, të pensioneve dhe të mbështetjes për familje. Pagën minimale, dashur qytetarë, e kena pas 130 edhe 170 euro. 130 euro nëse i ki ma pak se 35 vjet, e 170 euro nëse i ki ma shumë se 35 vjet. Thu se paga minimale vorët për moshës. Paga minimale u rrit një herë në 264, e bënëm tash 350,
me 1 janar bëhet 425 euro, ndërka shpejni korriku të vitit arshëm bëhet 500 euro paga mesatare në Republikën e Kosovës. Edhe në sektorin publik janë rrit pagat. Buxheti gjithë mbarshëm për paga është rrit për 47%. Pra 47% është buxheti më i madh për paga tash se sa kur e kemi marrë detyren. Dhe me këtë trend në mandatin që vjen, pagën mesatare në sektorin publik do ta kemi mbi 1.000 euro. Pensionet, ju e dini që i kena gjetë 90 euro. 90 euro kanë qenë pensionet. Pensionet i rritëm i bënëm 100 euro, pas 100 euro i bënëm 120 euro, dhe jo vetëm kaq, pensionistët për 4 vjetë 5 herë kanë morë pensionin e 13 nga 100 euro, dhe tash fund me e bënëm pensionin 150 euro. Dhe bon, prej 90 euro, 150 euro, 60 euro shtesë i bjen për 2/3 e kena shtu pensionin brenda mandatit të. Kjo është mënyra që ne tregojmë solidaritetin midis gjeneratave dhe përkujdesjen për moshën e shtyr, të cilës i kemi shumë borxh edhe për lirinë që e kemi edhe për shtetin që e gëzojmë. Përveç kësaj, ajo çfarë ka qenë risi e madhe në mandatin tonë, është që për herë të parë ka shtesa për fëmijë. Pra, shtesat për fëmijë kena gjetë 0 euro, me fjalë tjera s'ka pas hiç. Se për para ka pas veç fëmijë të pushtetarëve, jo të popullit. E tash të gjithë fëmijët në Kosovë, prej 0 vjet deri në 16 vjet, jo vetë që marrin shtesa, po ato dhe janë rrit. Një herë 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro, pastaj 45 euro, e në mandatin arshëm do t'i dyfishojmë sërish, do t'i bëjmë shtesat 90 euro për fëmijët e Kosovës. Pra në këtë mandatin e radhës, shtesa 45 euro bëhet 90 euro për fëmijë. Ju e dini që edhe sot, ata që i kanë 2 fëmijë, i kanë marrë 20 euro, nga 20 euro, tash i marrin 60 euro. Ata që i kanë 3 fëmijë, i kanë marrë 90 euro, tash me qenë se kemi bërë 25 euro, i marrin 135 euro. Ata që i kanë 4 fëmijë, i kanë marrë 120 euro, tash i marrin 180 euro. Ata që i kanë 5 fëmijë, i kanë marrë 150 euro, tash i marrin 225 euro. Sa ma shumë fëmijë, qash ma shumë shteti ka me qëndru pranë juve, edhe t'ju mbështes pa kursen. Edhe për nënat lehona kemi vepruar me përkushtim. Fillimisht i kena nisë shtesat 170 euro në muaj, se gjash ka qenë paga minimale, i kemi rritë si vjetë në 325.9 euro në muaj, për 6 muaj, ndërkash mandatin e ardhshëm, për shkak se paga minimale bëhet 500 euro, 500 euro do t'jetë edhe mbështetja për gratë e reja, nënat e reja, lehona, dhe kësaj se cila lehon e pa punë në Kosovë, kur t'linë fëmijë, në qatë vit i merë 3.000 euro, 6 herë 500, plus shtesat për fëmijë që na japim në emër të nënës apo në gjirlogarit nënës. Kjo bro është politika jonë, familja në qendër zhvillimit. Tash, çfarë kemi bërë ne si qeveri për Mitrovicën? Enkas për Mitrovicën, edhe për te asaj çfarë thanë Armendi e Fatoni. 2 ura 3 mbi Luminibër, pra njëra për automjete e tjetra për këmbësor, të cilët e kanë përmirësu shumë qarkullimin brenda në qytet, edhe barrierën psikologjike
që Ibri në ndonë në vend se të kalohet e te i kalohet shpesh, është te i kaluar. Pastaj, rruga Prishtinë-Mitrovic është një investim i madh që e ka afru Prishtinën me Mitrovicën dhe Mitrovicën me Prishtinën, edhe tash po vim prej Prishtinës Mitrovic, por ma pak se 30 minuta. Se të ju falenderu kësaj rrugës Prishtinë-Mitrovic, unë nuk po vi vetëm shumë, po edhe shpejt. Se kur vjen shpejt, nuk vjen veç shumë, po vjen edhe shpesh. E kjo është shembulli që ne duam të tregojmë për të gjithë qytetarët për sa ma shumë qarkullim vajtje ardhje këtë në Mitrovic. Tjetra, ofër 100 km rrugë i kena shtru në veri të Kosovës. Ky rrjet rrugor e lidh edhe veriun me fshatra për brenda, por edhe me komunat e tjera të Kosovës, ndihme madhe për banorët, studentët, ndërmarrësit e kështu me radhë. Renovimi i teatrit Muharremçena është një investim i rëndësishëm në trashëgiminë kulturore të qytetit, por gjithashtu edhe renovimi për shfaqje të reja të teatrit dhe për festivalet të ndryshme. Renovimi i stadiumit Adem Jashari, stadiumi më modern në rajon që do të sjellë standarde të reja për sportet dhe aktivitetet e tjera që është në punime e sipër. Pastaj investimi prej 400.000 euro në këtë sallën minatori këtu në Mitrovic, duke mundësuar edhe shtimin e 680 ulseve të reja. Në vijim, çka do të bëjmë, do të theksoj veçanti. Do të ndërtojmë rrugën Smërkonis-Mitrovic, që e lidh rajonin dhe e përmirëson infrastrukturën e transportit. Do të investojmë në turizëm dhe agrobiznes në shalën e Bajgorës, duke kriju mundësi punësimi dhe zhvillimi ekonomik. Do të ashtrim rrjetin e ujit të pijes dhe ndërtimin e impiontit për trajtimin e ujrave të zeza në mënyrë që të ketë kanalizim mjedis të pastër edhe shëndet. Se ju e dini që shka qenë këtë në herë ma ato ishtë qeverit dashur qytetar. Keni pos gypa pa kanalizim edhe kanalizim pa gypa. E me qeverisjen tonë në toka edhe toka ndohen. Kanalizimi hin gypa e mbi tokë mirëqenja për qytetarët. Do të themelojmë partneritet strategjik nivel shtetit për hulumtimet edhe investimet e përbashkëta në sektorin minerar. Trepça do të jetë në qendër të sektorit, ndërkohë që hulumtimet e investimet do të zgjerohen në zonat e tjera me potencial të lartë. Në Trepç, si bashk investitor, do të inkuadrojmë një korporat të fuqishme nga bota, nga një shtet mik e aleat i fuqishëm, që na e donë të mirën e që jemi mish me ta, dhe do të përfshim në mënyrë që të investojmë shumë në Trepç për të arritur prodhimin, produktivitetin, punësimin dhe nxjerrjen e përpunimin e mineraleve dhe metalit. E do të ndojmë edhe një fond prej 50 milion euro që të shohim se sot pasur jemi, qysh jemi të pasur dhe ku saksisht jemi të pasur. Kosova është më e pasur se sa që e dim. Ne duhet ta dim qysh është Kosova e pasur, andaj do ta kemi një studim të tillë të gjendjes anën banë Kosovës për pasurit tona toksore e nën-toksore. Më tutje, do të ndërtojmë spitalin e rinë Mitrovic për shërbime të mira shëndetësore, do të ndërtojmë qerdhe të reja në Këshiq, Vaganic, Zhabar, Suodoll dhe tunel, dhe për këtë e keni garanci jo veç kryeministrin tuaj, por dhe kryetarën e juaj Fatëm Pecin. Do të përmbyllim renovimin e stadiumit Adem Jashari, pastaj do të ndërtojmë ndërtesën e re të gjimnazit dhe përmirësimin e
kushteve në shkollën Abdullah Shabani, do të rregullojmë dhe zhvillojmë transportin urban dhe ndërurban për lëvizje të qasshme dhe më të rregullta për qytetarët. E kemi po ashtu programin Anembon me një bilet të integruar nga në Kosovë për 10 euro në muaj, gjithë qytetarët do të mund të qarkullojnë. Do të ndërtojmë edhe ngrohtorën qendrore, me qenë se ne shpenzojmë shumë energji elektrike për ngrohje, si dhe poliklinikën specialistike stomatologjike. E dashur qytetar, para se të vim këtu, ishim të ëmbëltorja Mjësini në veri, e para se të shkojmë të ëmbëltorja Mjësini, ishim të përurimi i urës këmsorve, e para se të shkojmë aty të ura e këmsorve, ishim të hapësira e re e administratës tatimore të Kosovës me 50 punësum zyre shtetit në Verit Mitrovicës. E para se të shkojmë edhe aty, ishim në ata 3 hektar tokë midis 3 rokaqejve, që është një hapësirë trashëgimi kulturore 2 shekuj e vjetër, teqja e Sheh Abdulkader Kadri Efendiut, e të cilën do ta rindërtojmë. Midis 3 rokaqejve do ta rindërtojmë teqjen, sepse është trashëgimi kulturore, ajo është djegur nga forcat e Serbisë së Miloševićit, është rënuar plotësisht, ne do ta rindërtojmë. Por, dashur qytetar, jo vetëm kaq. Ju e dini që Buz Ibrit është xhamia e Ibrit. Xhamia e Ibrit Xhamia e Ibrit është e vitit 1777. Edhe 2 vjet Xhamia e Ibrit i bën 250 vjet që është ndërtuar më atë. E kjo xhami është djeg me 2 maj 1999. Prandaj mandatin tonë të ardhshëm do ta rindërtojmë xhamin e Ibrit. Ajo xhami është trashëgimi kulturore, të gjitha objektet e dëmtuara të trashëgimisë kulturore pa dallim, ne do t'i rindërtojmë e rinovojmë, për shkak se nuk duam të na zhduket e kaluara. Ne nuk duhet të kemi frikë nga e kaluara, ne krenohemi me të kaluarën tonë, edhe atë që është fetare, edhe atë që është jo fetare, krejt bashkën trashëgimi kulturore që duhet të renovohet e të mirëmbahet për brezat e ardhshme. E për këtë do të bashkëpunojmë ngushtë edhe me Bashkinë Islame të Kosovës. Në mandatin e ardhshëm 4 vjeçor, për prodhimtarinë vendore 1 miliard euro mbështetje përmes bankës zhvillimore. Shteti bëhet hipotek për kredit investuese të ndërmarrësve që duan të prodhojnë. E në veçanti këtu është dritarja për investimet e diasporës që do të ofroj deri në 100 milion euro për të gjithë bashkëdhetarët tonë që kthehen vendinje të investojnë, sepse dashur qytetar, ata bashkëdhetarë kur po shkojnë në Zvicra, në Gjermani, në bank, me marr kredi, nuk po mujnë me atë kredi me ardhmë me investu në Kosovë. E kur po vinë në Kosovë, në bankat e Kosovës me marr kredi, a din çfarë ju thojnë atyne? Ju s'jeni prej këtuhet, ju jeni prej jashtë. Pra, në raport me bankat, ata e kanë gjendjen shumë pafavorshme. Dhe ne nuk duam
që bashkëdhetarët tonë ti investojnë vetëm kursimet e tyre, por të mund të marrin kredi investime. Dhe për këtë e kanë shtetin garancion përmes dritares së investimeve të diasporës. Për veturat e importuara nga Bashkimi Evropian do ta heqim taksën doganore 10% në mënyrë që të ulet kosteja për qytetarët. Do ta bëjmë valutën digjitale të Kosovës përmes blockchainit. Pastaj do ta kemi gjithashtu edhe shpenzimet 1 miliard euro së paku në vit për investime kapitale. Viti i kaluar 654 milion euro ka qenë vit rekord. Për gjyshrit dhe gjyshet që kujdesen për nipat e mbesat pej 13 muaj deri në 36 muaj, e ku të dy prindrit punojnë edhe 100 euro shtesë mbi pensionin e tyre bazë. Ndërkaq për t'i jap një hov drejtësisë, përveç byros për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, do ta kemi edhe prokurorin e re të specializuar për çështjet e krimit të organizuar sipas modelit të shteteve evropiane që e kanë fituar betejën përkatëse. Do të vijojmë me mbështetjen e policisë dhe të institucioneve të sigurisë, me pajisje të specializuara e bashkohore me shkollim e trajnim, si dhe me armatim adekuat. E pikrisht për policinë tonë dashur, për ata që duan të pensionohen para kohe, do të nisim programin për pensionim të shkallëzuar të parakoshëm me mosh dhe të shtrirë në kohë e sipas profileve, duke themeluar së pari fondin për këtë qëllim. Faza e parë do të nis nga mosha 63 vjeç, duke zbritur vit pas viti deri te mosha 55 vjeç. Pra do të krijojmë programin si mundësi për pensionim gradual të parakoshëm, ndërkaq sa i përket gradave ngritjes së policëve në detyrë, do ta përmirësojmë rrënjësisht, sepse policëve që në 10 vitet e fundit nuk u është krijuar shansa për gradim, ne do t'ju ofrojmë kushtet që të mund të testohen edhe për 1 e 2 grada një herazi. Pra, edhe mundësin për pensionim të parakoshëm, edhe mundësin për gradim të përshpejtuar për policët e Republikës Kosovës. Por, dashur qytetar, për të realizuar gjitha këto, duhet fitojmë me 28 vjetor bile ma shumë se me 9 shkurt. Pra është e domosdoshme që me 28 vjetor, jo vetëm të fitojmë, po ta kemi një fitore dhe më të madhe se 9 shkurti, ashtu që me mazhoroncën e ardhshme në Kuvendin e Republikës, me njëherë ta konstituojmë Kuvendin, ta themelojmë qeverin tuaj e tonë të mirë, dhe t'i realizojmë një nga një e të gjitha këto zotime tona. Lista e 110 kandidatëve, ku vetëvendosja është bashkë me Guxo, Alternativën dhe Partinë Shqiptare Demokristiane, përbëhet prej 110 figurave, personaliteteve e aktivistëve politik, të cilët flasin me dije dhe me nder, për siguri dhe begati. 13 prej tyre janë doktor shkencash, 7 janë specialist mjekësor, 61 me master dhe profesionist formuar për t'i shërbyer shtetit e kombit, jo për t'a shfrytzuar atë, sepse dija e këtyre njerëzve nuk është dekor, por mjet e mundësi për qeverisje të mirë e për shoqërinë tonë bardhë. Në këtë listë janë edhe ata të cilët e mbrojtën Kosovën me armë dhe ata që sot e mbrojnë me ligj, dije e punë. 15 veterane e veteran të ushtrisë qendrore të Kosovës i kemi në listën prej 110 kandidatëve.
Për neve, ushtria shqiptare e Kosovës nuk është vetëm histori e lavdishme, po është edhe ndërgjegje aktuale, e cila vazhdon të marrë përgjegjësi për të ardhmen. Në këtë list bashkjetojnë breza, nga 24 vjeç deri në 78 vjeç, gra e burra bashkë, sepse Kosova ka nevojë për energji dhe për urtësi. Mosha mesatare prej 44 vjeç në listën tonë është balansi midis guximit për ndryshim dhe përvojës për qëndrueshmëri. Ekonomist, mjek, jurist, inxhinier, artist e ushtarak, sepse shteti ndërtohet dhe zhvillohet me shumë dije, me një zë të bashkuar për të mirën e qytetarëve. E të dashur qytetarë të Mitrovicës, nderuar pranishëm, zonja e zotëri, motra e vëllezër, shoqe e shok, 5 vendimet e para në mandatin ton të ardhshëm që nis me vitin e ri 2026 janë: i pari, miratimi i buxhetit rekord prej 4 miliardë euro për vitin 2026. Buxhetin që dueti Abdullahoti Hykmeti Bajrami në ala 2.4 miliard, me ministrin Hekuran Murati vitin e ardhshëm 4 miliard. 1.6 miliard më shumë, apo 2/3 më shumë se sa para 5 vjet. E dyta, miratimi i ligjit të ri për çmimet tavan për produktet bazë që të frenohet abuzimi me rritjen e çmimeve. Ligji që e kemi miratuar në qeveri e në 2 lexime në Kuvend të Republikës, në arzoj që shë dini gjykata kushtetuese, kur nuk e harroja ditë 23 nëntor 2023, por duhet të harroja ditë, prandaj është domosdoshme të ecim përpara me tavan për çmimet për produktet bazë, në mënyrë që shporta me gjësendet elementare për familjet kosovare të jetë e kufizuar dhe e përballueshme edhe për ata që janë klase mesme, e të varfër, e jo vetëm për ata që janë sipër tyre. E treta është heqja e kufizimit punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që përfitojnë beneficion. Pra do të jetë e mundur edhe të marrin beneficionin edhe të punojnë. E katërta, përveç se kemi rrit ma shumë se 3 fish pagën minimalin në sektorin privat, përveç se kemi rrit buxhetin në sektorin publik për 47%, e kemi zvoglu pavarazin prej raportit 1:20 në 1:4. Pla 5 fish e kemi zvoglu pavarazin. Gjithashtu është evidente që në buxhetin e vitit 2026, si që kemi paralajmëru, do të jetë edhe paga e 13. Mirë po, vendimi ynë, ajo që ka përbën në risi, është që paga e 13, për dallim që shë thot numri, se numri 13 vjen mas dumejshit, pagën e 13 do të japim fillim vitit në 2026. Ky do të jetë pra vendimi i 4. Dhe vendimi i 5, në kuadër të 5 vendimeve të para, që do t'i marrim si qeverin mandatin ardhshëm, është miratimi i pakos për përballje me inflacionin në vlerë prej 200 milion euro me mbështetje për pensionistët, fëmijët që morrin shtesa, studentët dhe punëtorët e sektorit privat, si dhe subvencionimi i faturave të energjisë elektrike për ata që kursejnë. Çdo kush që e dëshmon që në këtë muaj ka shpenzuar më pak se sa në muajin e njëjtë të vitit kaluar, do të shpërblehet. Kush kursen, shpërblehet. Kush kursen më shumë, shpërblehet më shumë. To pra janë 5 vendimet që do t'i marrim në fillim të mandatit të ardhshëm me të mbledh qeveria pas votimit në Kuvendin e Republikës. Më lejoni të dashur qytetar, t'ju falenderoj, shprehi mirënjohjen time të përzemërt për këtë mbështetjen, përkrahën, solidaritetin, angazhimin, kontributin, rolin që keni luajtur ndër shumë vite, se vetëvendosja si vjet u bë 20 vjeç, edhe në kohë të mira, sidomos në kohë të vështira. Edhe atëherë ku ka qenë shumë rënd,
kër është duke pa mundur, kriza që dukeshin të pasgjithshme, ju keni qëndruar pranë neve, prandaj edhe ne do të qëndrojmë gjithmonë pranë juve. Po data 28 dhjetor është një datë e cila tregon që viti i ri si vjet nis një 3 ditë më herët. Prandaj, me datën 28 dhjetor, kur t'ju drejtoni kutive të votimit, nëse në familjen e juaj kanë të drejt 7 veta për të votuar, sepse 7 i keni mi mboshën 18 vjeçare. Jo me dal 4, jo 5, as 6, 8 shtatit me dal. Krejt duhet me dal për me fitu krejt. Andaj numrin 116 në flet votim e votoni dhe më pastaj nga këta kandidat që 109 këtu me mu 110 i zgjedhni 10 prej tyre se cili është më i mirë se tjetri, po përcaktojni për një 10 që ja u ka mush mendjen pak ma shumë e ja u ka ngru zemrën pak ma shumë. Por këtë që e votoni nuk gaboni. Në listën e vetëvendosjes me numër 116 e keni të pamundur të gaboni. Por mos gaboni t'i votoni veç kandidatët pa votu numërin 116, se nuk dihet cilës list janë. Pra, spari listën 116, majtas e pastaj djaftas edhe 10 kandidat për kuvendin e legjislaturës së 10, e cila e themelon pastaj qeverin Kurti 3, siç po thuhet. E krejt në fund, ju e dini që tash në Kurti 2 i kemi 2 ura në Mitrovic. Në Kurti 3 kera me ndërtu edhe urën e 3. Dhe është në i kush për i Zhavorit këtu. E është në i kush për i Gushovësit. Ura e 3, që do të ndërtojnë mandatin e 3, është ura dhe rruga që e lidh prej mullinit Zhavorit deri te Gushovësi e Vidimishishit. Pra kjo urë është shumë rëndësishme. Ura që e lidh mullinin e Zhavorit me Gushovësin dhe Vidimirishin. Andaj llogaritni në neve, por punoni ditelat që dhe ne ta kemi mbështetjen që na nevojitet me datën 28 dhjetor, fitore masive e numrit 116 që na bën bashk me Guxo, Alternativën dhe PSHDK-n neve të vetëvendosjes. Faleminderit shumë e miru pofshim në tubime e aktivitete drejt fitores së të dielës me 28 dhjetor.